mund bëjnë shumë mundi keq kur thonë ne nuk kem kuzhinë. Si është e mundur që nuk kem kuzhinë? Ne kemi kuzhinën më të mirë që ekziston. Ka larmitet atë shumë që ja për shembull këto nuk i kam dëgju. Për mu tradita shumë si personalisht, si gjeni, si aktor. Ashtu është. Po tradita nuk është vetëm tradita e kostumeve, është dhe dasmave, tradita e ushqimit. Pa. Mu më intereson ai ushqimi gjyshja, çka gatunte, ma thuaj ty. Kam dy gjyshe. Nga dy gjyshe, nga dy anë. Po, Lukova është një fshat shumë i bukur dhe unë kam shumë debulese, dua shumë Lukovën. Jo se nuk dua Sarandën, po gjysha nga Lukova ka gatimin tradicional të vendeve bregdetare që janë lakrat, lakrat e egra për shembull. Lakrat e egra që mblidhen në fush, gatuhen pak, zihen shumë pak dhe gatuhen me limon dhe me vaj ulliri nga ullinjtë e Lukovës, që janë ullinj kalinjot 2000 vjeçar të vjetër. Domethënë të gjitha bio. Pastaj kemi një pjatë karakteristike që në Lukovë i thonë stufado. Stufado është spaghetti, makarona që ata i bënin vetë në kohët e vjetra, edhe salca bëhet me shumë qep dhe me domate dhe me edhe kjo mund të bëhet dhe me oktapodh, edhe me mish viçi. Dhe ka një salcë të rëndë, ndoshta me 20 qep. Kjo është në dasmat bregdetare e ke stufado. Në dasmat, duhet tjetë. Po. Edhe petullat. Ëmbëlsira tradicionale e Lukovës është petulla. Do me thënë, janë ëmbëlsira të lashta. Mendoj se Lukoviotët, nga që kanë ato mbiemrat malsor me 2 emra, si Ndrenika, për shembull, janë të dyja me 2 mbiemra, mendoj janë të ardhur nga veriu dhe nuk arritën të shkojnë si arbëreshët dhe ngelen aty.